do të përpiqemi të nxjerrim disa mësime që besimtari duhet të marrë nga muaji i Ramazanit. Pikë së pari, ose mësimi i parë që ne duhet të marrim është se koha kalon shumë shpejt. Thot Zoti i gjithësisë në Kur'anin famlar: "Wa likulli ummatin ajal, fa idha jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun." Çdo popull ka një afat të caktuar, e kur vjen afati, as nuk vonohet një orë, e as nuk merret një orë më përpara. Ashtu siç popujt kanë exhel, kanë kohë, edhe njerëzit si përbërësi më i vogël i shoqërisë, edhe njeriu si përbërësi më i vogël i shoqërisë, ka kohë, ka exhel, ka afat në këtë dunja. E ashtu si ikin shumë shpejt 30 ditë të Ramazanit, aq shpejt do t'ikin dhe ditë të jetës tonë.